Tash më dihet e kemi thënë që dhjetori është muaji i ëmbëlsirave dhe taksirat e keni, por do t'i gjeni të postuar tek unë thuajse për ditë. Sot kam zgjedhur kurabie, që janë biskota tradicionale greke që përgatiten mbi gjitha gjatë festave të fundvitit, janë kaq të mira, kaq të shkrifta, kaq të pasura me aromë gjarpi dhe bajame sa është e pamundur që tu rezistosh. Nëse nuk i keni përgatitur ndonjëherë, e jeni dhe përgatisim së bashku. Në një enë të thellë rrahim gjarpin që përpara kemi shkruar në temperaturë ambienti, së bashku me sheqerin pluhur, rrahim derisa të ndryshojë ngjyrë, të jetë në të bardhë dhe masa të jetë shkumoze. Shtojmë vezën, aromën e vaniljes dhe aromën e portokallit, bajamet që më pari kemi pjekur lehtësisht në 170 gradë për gati 20 minuta, i kalojmë në grisë e bajamet dhe ja bashkojmë kremit të përgatitur. Më pas pak nga pak shtojmë mielin, e punojmë masën me dorë. Unë i shtova pak më tepër miell duke qenë se masa ishte pak ngjitëse. Më pas formova topta të vegjël, gati tek 30 gram, 32 gram. I kam shtypur lehtësisht brumin e biskotave me gisht dhe i kam kaluar në furrë të parangror në 170 gradë për 18 minuta. Kujdes, biskotat nuk duhet të jenë të errta në pjekje, por të bardha. I lëm që të ftohen dhe të gjitha biskotat i kalojmë pastaj në pluhurin e sheqerit, i lyejmë mirë me një tjetrën, më pas i vendosim në një pjatë dekoruese festive dhe i pluhurosim me sheqer pluhur. Kujdes, unë kam egzageruar një çik sepse më dukej si një lojë argëtuese. Dhe siç e shikoni, mrekullia vjen.